që tjetë, do ta vazhdojmë intervistën tashmë me drejtorin për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, zotin Gjulzim Fushtica. Mirë se keni ardhur, zoti Fushtica. Mirë se gjem, faleminderit. Faleminderit për të më tregu kështu shikuesve, ma përmende, ma thatë kështu para se ty në emision që keni 24 orë pa bërë gjumë, por jo vetëm ju, po edhe kolegët e juaj që i keni në Drenas edhe gjithandej Kosovës, një situatë shumë e vështirë, po e di që keni përvojë në këtë drejtim, fillimisht na tregoni si është gjendja në kryeqytet. Po deri me tani, para se të filloj kjo, të them rreshet e fundit që fillon para gjysmë ore, situata ka qenë e qetë, nuk kemi pas probleme të theksuara, jo që nuk kemi pas, por nuk mund të krahasohen me problemet që kanë pas komunat e tjera që bashkë ndjejmë dhe të solidarizohemi me, të them edhe me dhimbjen e tyre dhe me humbjet që kanë pësu qytetarët e komunave tjera. Kryeqyteti është po ashtu është godit me një masë më të vogël sa i përket rreshjeve dhe kemi pas mbi 50 raste të intervenimit në 24 orët e fundit. Derisa po flasim, të gjitha ekipet kujdestare emergjente, të drejtorisë, të zjarfikësve, të kompanitë, operatorët ekonomik janë në teren duke monitoruar, duke intervenuar aty ku ka nevojë. Pra ka qenë një natë, të them, një natë e gjatë. Presim edhe këtë natë të jetë e tillë, se sipas Institutit Hidrometeorologjik informatën e fundit që kemi marrë para disa orëve, pra do të ketë rreshje të shiut të cilat më vonë mbas mesnatës do të shndrohen në rreshje bore, si pari në visit malore, pasandej edhe në pjesë tjera të kryeqytetit, po edhe në pjesë tjera Kosovës, po flas për kryeqytetin. Dhe më lëni këtë rast të falenderoj jashtëzakonisht shumë edhe Institutin Hidrometeorologjik që çdo herë është pranë institucionet e kryeqytetit që na jep informatën e reale që dhe ne jemi të përgatitur për çdo eventualitet. Mirë, cilat janë pikat kështu po e them, jo më të dobta, apo pikat që janë kështu më të cënueshme në kuptimin e rreshjeve këtu në kryeqytet, sepse dje sa e pash këtu informata të ndryshme, shembull, normalisht që luan rol edhe pjesa gjeografike se qysh qytetet janë të pozicionuara. Patjetër, kryeqyteti sa i përket qytetit, për brenda dhe qendrës, kemi pas disa pika që zakonisht kanë qenë të them të problematike dhe janë eliminuar. Kryesisht problemin kryesor kemi pas në magjistralen që vjen nga Mitrovica, pra nga ashtu quajturi rrethi Ismetit deri tek qendra tregtare Dardha, dhe pse është rrugë magjistrale ne kemi intervenuar bashkërisht me operatorët e Ministrisë Infrastrukturës. Ndërsa pjesë kryesore tjera janë para lagjet e kryeqytetit apo lagjet më periferike si është Matiqani, Mshiri, lagja e Spitalit dhe fshatrat, të them, mos i quaj problematike, por probleme të theksuara çdo herë, Vranidolli, Besia, Prugovci, që kemi pas disa intervenime sot në orët e hershme të mëngjesit, që janë në rrjedhën e lumit të Llap dhe Prockave që vijnë nga periferia apo nga mali që kalojnë për këto fshatra. Pra po them, nuk mund të krahasohet situata me qytetet në komunat e tjera, po prapë ne kemi bërë përgatitjet, të them, përgatitjet duhura me kohë dhe investimet që janë bërë viteve të fundit, po them, në 2 vitet e fundit kanë filluar të dhajnë rezultatet e para. Do keni mundësi zotë Fushtica që t'i ndihmoni qytetet që i kemi përreth, që ndoshta e përmendet gjitha ato kapacitetet që i ka kryeqyteti, t'ju mundësohet të qyteteve të tjera që t'ju ndihmoni, edhe po shpresoj shumë që mos të keni nevojë, po të paktën t'ju keni edhe juve. Pra, së pari kryeqyteti duhet të jetë i mbuluar, që për arsye se si tillë ne jemi edhe të them Nikoçiri mbi 80% të infrastrukturës kritike. Normalisht. Por ato kapacitetet që mund ti ndajmë, me të tjerët jemi më së të gatshëm të ndihmojmë, nuk kemi pas ndonjë kërkesë konkrete. Kërkesat kanë ardhur nga ME-ja tek brigada profesionale e zjarfikësve dhe ekipet e brigadës profesionale e zjarfikësve vetëm se janë angazhuar dhe kanë ndihmuar në disa raste komunat e tjera, marr parasysh kapacitetet e vogla që komunat e tjera i kanë. E kam theksuar dhe më herët se Prishtina dhe brigada profesionale ne mbulojmë edhe Fushë Kosovën, Graçanicën dhe Obiliqin, për shkak të pamundësisë të numrit jashtëzakonisht shumë të vogël apo mos ekzistent të brigadave profesionale të zjarfikësve. Dhe ne vetëm se jemi duke mbuluar edhe këto 3 komuna që janë në rrethinën e Prishtinës, por nëse është nevoja dhe kemi kapacitete, jemi më së të gatshëm që t'u dalim në ndihmë edhe komunave tjera.
Drejtori, nuk di sa është korrekte që ndoshta në këtë kohë ta hapim kështu si temë, po të duhej që ndoshta edhe në kryeqytet, po edhe në qytetet e tjera të investohet më shumë në siguri, pasi që po e shohim nuk është hera e parë që ka kështu rreshje të mëdha në Kosovë dhe kam përshtypjen që shumë herë ne nuk mund të ndalim jashtë natyrës, nuk diskutohet kjo pjesë, po të paktën të kemi kështu, të jemi më të përgatitur edhe të kemi kështu më shumë vigjilencë në kuptimin që mos na përsëritën gjëra. Kjo diskutim duhet jetë të potencohet dhe duhet jetë mbas që të kalojmë këtë krizë, por tani për tani mund të themi që realisht nuk është bërë mjaftueshëm. Pra po them me jo për kryeqytet, por edhe për komuna tjerë dhe nga niveli qendror nuk kanë bërë investimet e duhura në ngritjen e kapacitetit të shërbimeve emergjente. Drejtoria për siguri dhe emergjenca dhe kryeqyteti në 3 vitet e fundit, prej themelimit të kësaj drejtorie, padosh që të them mos tingëlloj modest apo të krekosem tash në këtë momente që nuk është as pak e mirë, por faktet janë të tilla, ne kemi investuar mbi 2 milion euro vetëm në ngritjen e kapaciteteve të shërbimit profesional të Zerfixve, në blerjen e pajisjeve, blerjen e automjeteve, tani vetëm brenda muajit do të arrijë edhe automjeti që kemi paguar 400.000 euro automjeti sulmues për brigadën profesionale. Është rrit numri i Zerfixve, është krijuar shoqata vullnetare e Zerfixit dhe shpëtimit kryeqytetit, janë rritur kapacitetet, do të thonë, është bërë punë në 3 vitet e fundit, është përmirësuar infrastruktura, është përmirësuar edhe gatishmëria e institucioneve për intervenime. Patjetër që komunat e tjera nuk kanë kapacitetin dhe aspektin buxhetor që e ka kryeqyteti, por sugjeroj dhe kërkoj dhe i lus edhe kryetarët dhe drejtoritë dhe kolegat e mi në komunat përkatëse që të jenë këmbgulës, që të kenë buxhet dhe të investojnë në ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve emergjente. Mirë, cilat janë krizat më mëdha që e kap në këtë rast edhe kryeqytetin edhe ekipet që janë në teren? Shembull, ndoshta edhe si profesionist, jo ndoshta, po jeni profesionist i sigurisë edhe emergjencave, çfarë duhet veproj? Qoftë një familje, po edhe derisa të vijnë ekspertët e kësaj fushë, siç jeni ju dhe kolegë të shumë të juaj në Kosovë, çfarë duhet bëj? Se kam përshtypjen që ndoshta edhe jo nga asgjë, apo e lëm nganjëherë dhe mandej mundet me u bë kështu ma problematik. Ne kemi investuar edhe në ngritjen e të them vedijës të qytetarëve se çka duhet veprohet në kësi raste me fillimin e trajnimeve në përshkolla dhe në komunitet. Por për ne së pari është janë të 3 rregullat e arta të them. Së pari është jeta njerëzore, pastaj është infrastruktura kritike dhe treta është pasuria e qytetarëve. Për ne është janë të ndame. Pra patjetër që duhet së pari të shpëtojmë jetë, fatmirësisht nuk kemi pas asnjë jetë të humbur kësaj radhe, por kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi. Këto fatkeqësi natyrore, po e përsëris jashtëzakonisht shumë vetëm, por shumë e rëndësishme të theksohet. Kësi lloj epizodesh apo mote ekstrem do të vazhdojnë, do të kemi edhe më shumë. Për arsye se ndryshimet klimatike kanë bërë të veten, shihni, pra këtë javë i kemi vetëm 6 viktima në Evropë për shkak të motit të ftoftë. Dhe ky cikloni polar do ta godesë edhe Ballkanin perëndimor, dikun më shumë, dikun më pak, por ne duhet jemi të përgatitur dhe të investojmë në ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve emergjente. E kam cek dhe mendoj që duhet kemi edhe një reformë tek Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave, mendim që të krijoj ekipe të specializuara që të ndihmojnë komunave në rast nevojave, të ketë kapacitete të veta, për arsye se shumica komunave nuk mund të përballojnë kësi lloj fatkeqësi dhe u pa për fat të keq, dhe fatkeqësive tjera që mund të godasin jo vetëm vështrimet. U pa gjatë muajve të verës kemi pas problem shumë të madhe me zjarret fushore dhe malore, të cilat e kanë godit të gjithë Kosovën. Mund të kemi erra të forta, rrshitje të dheut, po edhe termete. Pra duhet të mendohet në mënyrë strategjike në investim më afatgjat tek shërbimet emergjente, apo pse jo edhe krimi i komponenteve të mbrojtjes civile në nivel vendi. A besoj që do të duhej në gjithë Kosovën që të bëhet patjetër, gjithë ekspertët të mlidhen, po gjitha këto e përmendëm që do duhej me edhe po prandaj që do ta realizojmë bashkë një emision me të gjithë që pasi ta kalojmë këtë krizë me të vërtetë që të paktën ti mbjetojmë sado që mundemi tashmë. Unë mendoj ndëruar që është shumë e rëndësishme edhe një çështje. Është çështje që pa investim, pa ndarje buxhetore dhe investim që kërkohet
në ngritjen e kapaciteteve dhe infrastrukturës, po vetëm kapaciteteve të njësive reaguese, këtë të rast, edhe shërbimi zjarfeks, edhe shërbimeve tjera policisë, edhe reagimi do t'jetë i mangët si ka ndodhur tani. Është më rëndësi vetëm një fakt, shërbimi profesional i zjarfeksve, brigada profesionale e zjarfeksve nuk kanë, është hjekur pagesa e rrezikshmërisë. E kjo çka mund të thotë më shumë. Pra nëse kjo brigadë dhe këta njerëz që sot rrezikojnë jetën e tyre në të gjithë Kosovën nuk paguhen për rrezikshmëri, atëherë ku është dora e shtetit? Do të thotë duhet me i motivu. Kjo ka pagat duhet rritet, kujdesi shëndetësor, rrezikshmëria. Ne në kryeqytet po them, pa dashur që të nënvlerësoj punën e askujt në asnjë komunë, ne kemi bërë investime të jashtëzakonshme në këtë fushë, në ngritjen e kapaciteteve të gjitha njësive, dhe rezultatet para po shihen, nuk kemi probleme të theksuara që e kanë godit kryeqytetin kësaj rrodhe për dallim prej herave të tjera. Mirë, zoti Vushtica, sa është staf gjithë me zjarfiksa, me gjithë sa i keni kështu në dispozicion, sa i ka komuna Prishtinës? Stafi i përgjithshëm, brigada profesionale e zjarfikse numëron mbi 110 personal aktiv që janë. Po ashtu kemi shoqatën vullnetare të zjarfiksve, shoqatën vullnetare që është krijuar për herë të parë në Kosovë, të cilat janë të trajnuar dhe mund të kryejnë punën e njëjtë si shoqata si brigada profesionale dhe mund t'i den ndihmë, ata janë në gatishmëri. Numri i tyre është afër 20 deri në 30 numëron. Ekipet e drejtorisë për siguri e emergjence, po ashtu i kemi kompanitë e kontraktura për intervenime emergjente dhe normal që kemi edhe policinë e kryeqytetit që është kryuese drejtorie e veçantë, po mund të themi me gjitha këto afro 1000 personal që është në gjendje gatishmërie të ndihmojë kryeqytetit. Mirë, drejtor, si do mund që mos mbesim bërç atyre familjeve që përmendëm, kudo që janë, qoftë edhe në Prishtinë, po edhe në Drnas, Pam, Skënderaj, që ka të lashe, çka duhet me pas parasysh një familje që të paktën t'i bëj ato hapat e parë në kuptimin me mbrojt, mas ne deri sa vjen një ekip shpëtuese për me realizu tërheqjen e tyre. Që shpresojmë që mos të ketë, po pasi që jemi drejt për drejt, besoj që në këto momente do kish me qenë kështu shumë i mirë se ardhur me na tregu. Pra, së pari duhet patjetër që menjëherë të mos mirët asgjë në dorë të vetë, domethënë që të veprohet diçka, duhet menjëherë të njoftohen autoritetet përkatëse. Ne kemi pa dhe vlerësojmë jashtëzakonisht rolin e mediave, se kemi pa dhe shumë qytetarë që së pari i thrasin mediat, mbas andaj raportojnë rastin tek institucionet, për ato informohet institucionet, së pari të ruajnë jetën e tyre, ndërsa për pasuri është hapi i dytë. Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian para 2 vite ka lëshuar edhe një udhëzim që ka qenë edhe si të them udhëzues për gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, që çdo qytetar të ketë rezerva 72 orëshe në rast të fatkeqësive, në rast të emergjenca, që të kenë ujë të pijes të mjaftueshëm, të kenë ushqim, barna, bateri dhe gjësende të tjera, të cilat do të shfrytëzojnë në këto raste, derisa autoritetet të marrin në kontroll dhe të dalin në ndihmë qytetarëve. Pas dje që shembull në Skënderaj, punëtorët e Kecit u kërkonin familjeve që të ndalin kështu rrymën që mos të ketë implikime, do duhet edhe kjo të ndodhë? Patjetër në çdo intervenim që bëhet pikë pari, po thirremi në çdo intervenim që bëhet në kryeqytet, po edhe në komuna tjera së pari ndalet rryma, në mënyrë që ekipet që do intervenojnë nuk do të jenë të rrezikuara. Pra së pari ndalet rryma në një pjesë të caktuar se ku intervenohet dhe mbasandej fillohet me rekapurimin apo edhe evakuimin e qytetarëve të cilën në gjendje. Për arsye se tash në këto raste kur kemi vështrime të këtij lloji, rrymas ujë si përqyesi i jashtëzakonshëm i rrymës mund të shkaktojë edhe lëndime dhe vdekje të edhe ekipeve po edhe qytetarëve të cilët janë të rrezikuar. E di që jeni përgjegjës në Prishtinë, po keni miq po besoj në shumë qytete, keni pas telefonata prej tyre ose edhe si po e sheh gjendje në këto komuna që kemi pas telefonata dhe prapë po them e përgëzoj gatishmërinë, punën e palodhshme që kanë bërë të gjithë kolegët e mi në Gjakov, në Ravez, në Malishev, në Drenas, dhe Istogu, pra po them të gjitha pa dashur që ta anashkalojnë ndonjë komunë kërkojnë ndjes, por pra po them të gjitha ato kapacitetet që i kanë pasur,
edhe pse të limituara, e kanë bërë punën e tyre janë vetë mohuar, vetëm e vetëm qytetarët mos të rrezikohen dhe të shpëtojnë jetën e tyre. Por edhe nëpërmjet Radio Televizionit Kosovës kërkoj që institucionet qendrore të marrin shumë më seriozisht investimin në këtë fushë, përmirësimin e kushteve të punës të brigadave dhe ekipeve emergjente dhe investimin në infrastrukturë përkatëse. Po është mirë, po me këtë rast edhe komunat duhet të luajnë rolin e tyre dhe të ndajnë mjete edhe për rritjen e kapacitetit në nivelin komunal. Mirë, sa jemi te Prishtina është e sigurt për momentin, edhe e përmendet që janë disa operatorë ekonomik që në ato fshatrat që janë kështu në, po e them, këtë pjesën e Gollakut që janë pak më që kanë lartësime të mëdha, ka mjete që shkojnë deri atje. Patjetër, unë vetëm se para se të hyj në emision, vetëm se me kolegët e mi i udhëzova, mos them i urdhrova, po i udhëzova që ekipet për pastrimin e rrugëve të jenë të gatshëm, që mbasi do të fillojë edhe bora mbas orës 23, po është e paralajmëruar, që jenë të gatshme që mos bllokohen asnjë fshat apo asnjë lagje, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në vese tjera malore. Ekipet janë të gatshme. Të gjitha ekipet janë në terren duke monitoruar situatën. Qendra operative emergjente është funksionale 24/7 dhe jemi në gjendje që t'ju dalim ndihmë qytetarëve të kryeqytetit. E shpresoj që nuk do të kemi nevojë që t'ju dalim në ndihmë edhe qyteteve tjera, por në bazë të kapaciteteve që kemi, mundemi t'ju dalim ndihmë edhe qyteteve tjera. Mirë, po shpresojmë shumë që gjithë ata që duke na pa që edhe kontaktojnë, të paktën qofse Prishtina s'ka nevojë, shpresoj që mos të ketë nevojë, që të paktën t'ju ndihmojmë kështu qyteteve që i kemi këtu përreth, po edhe gjithë atyre që besoj që normalisht nuk do i refuzoni se s'ka diskutim këtë pjesë. As nuk diskutohet, të gjitha ato që mund ne t'i bëjmë do t'i bëjmë edhe për qytetet. Patjetër. Zoti Vushtica, një pyetje kështu para se ta përmbyllim bisedën me ju, ku mund t'ju kontaktojnë gjithë qytetarët e Prishtinës që t'jetë qasja më e lehtë. E përmendë shumë herë tash mediat po i kontaktojnë për medalë, megjithëse do duhej ndoshta që me gjithë qytetarët me thirrje në numrat emergjent. Numrat emergjent. Kryeqyteti që 3 vite ka funksionalizuar qendrën operative emergjente, që është 24/7 pavarësisht nëse ka situata emergjente apo jo. Numrat janë 0800 122 33 dhe 122 44. Po ashtu në baza të rregullta në faqen e Facebookut të drejtorisë dhe të kryeqytetit ne brenda çdo 2 deri 3 orë japim informata dhe i njoftojmë qytetarët për gjendjen dhe për prognozat. Informata e fundit është para 2 orëve që kemi postuar në faqen e drejtorisë, ku i kemi njoftuar për prognozën për orët e ardhshme dhe ftoj qytetarët për çdo gjë që të kontaktojnë operatorët që janë 24/7. Mirë shumë, zoti Vushtica, unë ju falenderoj edhe shumë që të flani ose të pushoni pak sa kurrë që ta përfundoni jo vetëm ju, po edhe gjithë kolegët e juaj, Zjarr Fixit, edhe i përshëndesim ata dhe familjet e tyre, po gjithë ata që po punoni, pasi që me të vërtet është diçka shumë fisnike edhe me të vërtet në këto momente është kështu e vështirë, po që besoj që do ja kalojmë apo jo. Patjetër, edhe unë i përshëndes me këtë rast të gjithë kolegët në të gjitha komunat Zjarr Fixit, ekipet e policisë, ekipet e emergjencës, ju dëshiroj punë të mbarë, ju dëshiroj sa më pak të them punë dhe që edhe këtë natë, edhe ditët në vijim t'i kalojmë sa më lehtë dhe sa më mirë, dhe mbasandej do të jetë edhe koha për mësimet e nxjerrura që këtë lloj fatkeqësi mos të përsëriten. E vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Të nderuar shikues, do shkëputemi pak, më pastaj do kthehemi me mysafirët që lajmëruam në fillim të emisionit.